Irani e shkeli atë marrëveshje. Si e shkeli? Sepse vazhdoi pasurimin. Dhe sot Irani e pranon vetë. Ka prova që e ka bërë pasurimin? Po. Të lutem. Po leo ta mbaroj. Okej, a ka prova se i më Po patjetër se i thon vetë, kemi 464 kg uranium, 60% të pasuruar. Po e thot vetë ministri jashtëm. Po e thot ministri jashtëm. 100 koka bërthamore ka Izraeli, me thënë drejtë. 100 koka bërthamore ka Izraeli. Urre Amerikën edhe godit Izraelin. Ç'është kjo punë? Dhe tani, ministri jashtëm iranian e pranon vetë, kemi sasi uraniumi 464 kg me 60% i pasuruar. Dhe doli dhe Turqia Erdogani, tha në kuadër të tratativave që u bën në Turqi, që tha, këtë sasi që keni, në qoftë se bini dakord, lëjeni në u shpreh dakord që ta lejnë në Turqi, në kuadër të asaj që të jetë nën kontrollin e Turqisë. Pra, mos ta marrë Amerika këtë sasi uraniumi, sepse ka një vlerë monetare të caktuar ajo, por është këtu ky uranium. Pra që ekziston ky uranium, janë dakord gjithë, është dakord ministri jashtëm iranian, është dakord Erdogani, është dakord Amerika. Tani pika tjetër kishte të bënte me pjesën që Irani nuk pranonte ndalimin e pasurimit, sepse ka qëllimin ndërtimin e bombës. Dhe vetëm kaq, është programi i raketor. Programi raketor aktualisht për Iranin llogaritet që ka rreth 3000 raketa. Dhe programi tyre që të shkonin në 10.000 raketa. Sepse raketat nga Iran, raketat nga Iran, 10 milion raketa. Palmirela po flet si përfaqësuese Ayatollah. Jo, po flas, jo kam logjikën, ore flas logjikën. Sepse raketat nga Iran. Kam logjikën, pse duhet patjetër duhet bashkohen. Atëherë merre përgjigjen e pyetjes. Irani ka 3000 raketa, Turqia nuk ka aq, ka 200-300. Aq ka Izraeli, aq ka Arabia Saudite. Pse Irani ka kaq shumë? Sepse strategjia e Iranit është ajo që po shohim tani. Unë do ndërtoj një arsenal shumë të madh që të krijoj terror, pra po musulman do krijoj terror te të gjithë pa përjashtim. Absolutisht që po. Dhe kjo është arsyeja pse i bie Burj Khalifa. Burj Khalifa nuk është vend bazë ushtarake Burj Khalifa. Është një vend turistik. Po është vend turistik. Tani, dhe kjo është arsyeja e tij, pra për të krijuar terror, dhe terrorin ka një strategji shumë thjeshtë. Vendet të cilat janë viktima të goditjes, Kuvaiti, Iraku jo për momentin, është goditur vetëm zona e kurdëve, Kuvaiti, Katari, Omani, Bahreini, Emiratet Arabe, gjitha, duke goditur kaq shumë, bëjmë presion dhe Amerikës dhe i thonë ndalo luftimet. Kjo ishte strategjia e Iranit për të bërë këtë punë. Kishte të drejtë të goditjet. Se ishte strategjia që të merreshe direkte me Amerikën. Duke anashkaluar gjithë urrëtitjen me Amerikën. Cilat organizme? Pik pyetja. Endri mu përgjigj pak lutem se ta bëra aq pari këtë pyetje. Se nuk merren me Amerikën, kur e kanë inatin me Irani direkt me Amerikën. Po sepse nuk... Po a ka krijuar këtë arsenal? Strategjia e Iranit nuk është strategji ushtarake, është strategji terrori. Ka diferencë. Ndërsa e Trumpit jo, e Trumpit dhe rasti i Amerikës është me qerallati, me që të sqaruar dhe drejtën ndërkombëtare. Ka dy gjëra për drejtën ndërkombëtare. Ti mund ta përdorësh dhunën ndaj një shteti. Ti mund ta përdorësh. Tani përprit. Ti mund ta përdorësh dhunën ndaj një shteti vetëm në 2 okazione sipas drejtës ndërkombëtare, ose me një rezolut OKB-s, ose në kushtet e vetëmbrojtjes. Edhe ku ishte në kushtet e vetëmbrojtjes pikërisht kur dolën plasë skandalet e Epstein? Po të më lesh fjalinë e tretë do e kuptosh. Dhe argumentimi amerikan ishte përveç pjesës që kishte të bënte me kërcënimin bërtamor, kishte të bënte me Houthit, me proxy. Houthi me raketa nga Irani, dhe i godet anijet ushtarake amerikane.